Apo menon që kam i pëlqy? Garant kam i pëlqy. Veç gjithë kur ta ndonë dorë, edhe kur ta këshyr orën, i kujton anë. Që sa bukur. A e thire me vetim ku është? A menon që kjo ka të bëjë me plagosin? Paj, s'po di be, këtë vetëmi problem në ashta që e ka pas, u konë që kjo. Tjetër problem kjo s'është që ka pas, orë. Kur ka ndodhë kjo? Tje para dite. E në momentin e plagosit? Qa me vështë është, ka ndodhë kjo. A ti e dona, po? Sa unë ka full besarti për ti. Ama s'pas ka rajt kur gjë. Qashtu shumë ka thonë, ke qashtu, që i ke mirë. Qysh? Të ka fol besi për mua? Po, shumë. Pile, sa herë që fol ka i, nuk i të kjerana të navë, dhe që shënë. Të rrit në Gjermani, mo. Shpesh herë kina diskutu, edhe insistoj këmë konë se ti juve. O, thatre, kur se këmë bo men që ka me folë këtë punë. Hade du, hade. Bëllë mirë pështoj. Begi e ka pas një plak të ronë, po kjo veç shumë i fort. Se dikush tjetër probleme ka lupa. Shqyqyr Zotit. Unë kështu të ranu mos dishas që ka me menu, po shqyqyr Zotit, tash edhe pakoj duhet edhe i kalon, po besaj është. Apo dën me të afru se edhe ti e lodhë. Hade. Jo, s'po du më të lodhë ma shumë, faleminderit shumë. Pe marrë një taksi edhe shkaj. Hade me ze unë e taksi jam vetë, hade besartë e pagun fakturën. Hajde, hade ka dole. Hajde, okej. Veç më sugurës.
Qa vodon? Telefonin. Se ka rru nalë të besarti më ne? Ha po, me siguri. Apo më pret lut në një minut, vish shkoj ta marrë shpejt. Hajde. Ai dashërum, kjo mend kërkon, telefoni. Qa mi e thonë me këtyne trive kështu? Mirë Rama, Mirë Rama. a moj me të ndimu diçka? Këtë djali që është rritë këto që shqipat heme? Besarte ja? Po, që shë ka gjendjen? Mirë, super e ko gjendjen, a e naj familjari ti ja? Jo, familjari jo. Veç një shok diçka më kanë dëgju. A ki dona më shumë për ta, më me ditë që ka ndohë? Zotni, nëse nuk je familjari tina, nuk më me dhonë përgjigje kur gjo. A më në me bitë se du privat dikon? Pse privat? Do punë s'bon me folë në koridor. E pse ti buta me fol bashkë me mu privat? Shkon mirë edhe për ty edhe për mu me folë dikon në të mbeti. Zotni, a mundesh me liru spitalin, mos ta thres sigurimin nëse nuk je familjari tina. Natën. A gjete? E gjitha, Okej. viç pak. Alo, Medin? Shka? Qyshe, e kur ka ndodhë? E pse së më thira ma herët? Okej. Qëta është për nisna me njëherë, okej. Qa bodon? E kanë arrestu babën. Më do të me shku me njëherë, lutna, më nësh më më qu dhe në stacion policisë. Hade, hyp ani, hyp. Hyp, Ma shpejt lutna. hade. Alo? Nan, po në këtu jam, po nuk po mlojnë me hi. 4-8 orë, po thojnë avokati. Jo, nan, më së po me rak. Ngam, fola me njonin prej policëve, më tha që baba është shumë mirë. Veç normal, është pak i mërzitëm, po ngam të lutna, mos i trego bujarit kur gjo, se ai qohet me njëherë vjen, nuk duhet kjo punë mu bo e madhe. Unë po pres edhe pak ndoshta mlojnë me hi, nëse jo tani po vinë shpe. Po, ti mos u bo me rak, nan. Hajde shihme.
Mos i na hinë gjynat e Zotit, më. Ja falem djalin. U rrit. U bo burë. Pa mujtë kor me thirë. U birë. Zemra m'plasë, m'djegë. Kur e shë, e s'muj me ka për qafe. As mi thonë që ti e djali jam. Po jo. Ja. Se Ramadani më ka pështu jetën. Unë nështë edhe si isha gjallë. Të të më baburë. Ja ke falë, s'është më jëti. Tash, edhe me pesh një kalzu, si njëre asë qyshe pra nëna. A e pra nëna. Knej, këtë gjalli Ramadanit, me sarti. Erdhë me lypë familjen e vetë, e unë e përzuna për i shpisë. Tash, s'pë dhja po pështena, s'po pështena. Medina, qika gjyshit, me kanë shkën shkollë tash aja, kush e qenë shkollë Medinën, aja tutët me shku vetë. E zotë një mamë. Të resh. A i mërë normal? Që shkip mërë të nkartë të ame? Shuj që pe prish bukurin. Tash ma herët folën privat. Po ta thirë sigurimi. S'fe thirë tash. Qa po tonë prej meja? Ti e kur gjo. Veç për du me më kalzu. A i djali, kush është? Qysh ka orë këto? Kone ka familje? Kaj qëto? Shumë punë e vogël është për ty. E qa po të vim me ditë të për radiolin? Ty s'ko qa t'intereson. Ti mirë është mi kry do punë kur të njerës, edhe cëlt njerës. A mujna me kry qëtë punën e të bashkë? Allo? E nëse nuk e kry? Ketë. Po më dhime të në ke bukurime që pashtë. S'ki shumë punë. E mera t'jolin ka dalë, t'i femën je, e vetë. Jo, më se prek telefonin. Jo. Doktorish, shumë letë është. E merë ka dole, i bon muhabet, e
vjetë kush është, tek është. Për ndryshe, të prishet edhe në uri. Unë më me thirrë edhe policinë. Ti mund është edhe me thirë policinë, pas s'na kish dalë mira as mua as ty. Ngam, të po më pëlqen nga kre e bukur. Ka njerë do punë edhe shpërbleje. Kështu që përveç që ma bon dini njerë mu, nuk i di ta kthej edhe unë me najnerë. Qa po thonë? Me çfarë njëre kime ma këtu ti mu? Apo jetës i dijet. Edhe kështu ka keq që po më pëlqen. Unë e veç muj me e këshyr kush është tek është e djali edhe me do një informat aty. Qebre. A përshë sa ti është kekje punë? E tani e këshyr mi të po të punë, ashtë ta më vinë edhe ne informat ma shumë. Se për ndryshe, jetë sa më shakafi. Okej? Kujdes rrugës. Natyrisht, se harrova me thonë se të hupin qesët e kjere që sa ekipi me e rezervë. Ku me lis. Më të kallëzu ti e bën film për Hollywood. My God. Versionet ja. Ishte unë ba budal të full me ty. Hajde këto një fata. O, dura. Hajde të unë. Margjo i këtha në shpejt gjithë. Është ka flajt për u lodhë dhe kjo.
Kërë Besart. Po kam doge që për një mepër më ka shkru të njëtën me kom vetë. Se të 7 vjetë, s'do më gjesë të uqu, të apo nanën të vujtë, të mos jetu realitetin e vetë, të hangër vetëm për zgjalli, dhe i deqë. Po vjen një natë se kum vetë. Po vjen një natë se kum e thala i vogël. Po vjen një natë se kurve nuk më rrita më knaqë shkër. Ishte kësha pas nanën se edhe ku ka hik vetë, ka ditë pak të në më full fjallë të mira. O qova kisha me trem. Po vi me gjithë familjen tem. Që familja? Spital. Të full me një kukëll. Bili të s'ki shpijet edhe përren me unë. Ose baba Ramadani. Emrin e madhe pas ke pas për thoi. U ga të silë djali si bërlëg. Djali ta të zbja që në derën bab. Ku e kipi një vorën ta kisha dit. Alojo me të të prit, ej. Alojo më të vrit babën. S'pëmnon. As një tu vlulle me aqu. O bën. Qëllën Besart në zgjellë se. Se jam të boni Besart tjetër. Besarti që rukëtën vetë. Përshëndetje. Pacienti Besart Abazi, a është zgju? Po, është zgju, pra më ka pas edhe vizita. Vizita? Nuk i na keni lajmëru? S'më kanë thonë me të lajmëru. Mira, në cilën dhomë është?
Mundi me vazhdu. Përshëndetje Besart. Unë jem Shqipërim Syla. Jam hetues i policisë. Këtë rast hetues në rastin tënd. Deshta me t'i bo do pyetje. Rregull. Emri mbi emri? Besart. Besart. Abasi. Abasi. Vendlindja? Gjermani. Emri prindit? I nanës a i babës. Zakonisht na tregojnë të babës, po cilin dush? I nanës Lilieta. I babës? Ramadan. Ku jetojnë prind? Kanë vdek. Ngushëllime. Adresa? Gjermani. Stuttgart. Jo, po menoj në Kosovë. Unë ju marrë për kësesh këtu. Jem të najtë me qira. Prenta nuk ka ndonjë shtëpi, ndonjë pronë, dikon ku ke mujt me nejtë? Jo. Ku marrë qysh thash për kësesh, po se kum ditë kush është baba jam. Mas i ku marrë dhe ku marrë vesh që ka vdek. Je keq Besart. Cili është raporti jot me Raifin? Një Raif që unë e një lidhja është pak e ndrelikume. është doja i vllau tem prej babës. Kështu. A i tregom kur je taku me Raifin për herë të fundit? Para një 2-3 dite në është asë më kujtohet sakt. Atë ka kërcënu Raifi me armë? Besart. Po jo në është atë qysh e merë te atë kërcënim. Nuk ka këtu qysh e merë ti. Të pyeta atë ka kërcënu me armë, përgjigja duhet të jetë po se jo. Po, se besoj që i ka pas qëllimin e keq. Ku ke qenë, a me kanë ke qenë në momentin kur je plagos? Atë kujtohet? Nuk e di sakt, u kon paka shumë si mjegull, s'u kujtohet. A ka qenë Raifja që të ka plagos? Jo, s'ka shansa heq. Po the se si i sigurt. Nuk jam i sigurt se s'ku mujt me pa kur gjo. Veç e di që u ka një kerë, ka dalë dikush, ka gjujt, nuk e di. A mon men ftyrën, a veturën, a ngjyrën, a diçka që të kujtohet, tabelat për shembull.
Jo, se s'ma ka morë majna që mund të mendoj diçka, se du mos kaq shpejt. Besart. Ka diçka që si jetë më të regu? Jo, veç jam hala I lodhën edhe tonë këto pyetjes, po di. Në rregull. Edhe njerë po të pys. E I sigur që s'ka qenë në Raifi? Unë thash edhe një herë që jam shumë I sigurt edhe nuk ka shansa me konë Raifi. Më falni, po duhet m'ja kontrollu gjendjen. Veç edhe pak. Jo, nuk bën. Tash ki ka nevojë për terapi edhe me pushu pak. Për ndryshe nuk marrën përgjegjësi. Se mujna me vazhdu masanej se jam shumë I lodhën. Shimi mas dite. Edhe diçka të lutem. Arma me cilën të ka kërcënu Raifi, a ka qenë e vërtet a plastikës? Nuk kam qysh me di se s'jam ekspert I armëve. Shimi mas dite. Kështu që ketë u myt me pyetje. Mos tani se sot jam 12 orë në drem, çat kish nevojë, këtu jam. Falendej shumë, veç nuk e di pse po m'lart krahu pak. A po një është mirë? Po. Veç kam nevojë me flajt, pak më shumë. Okej, në rregull, unë e po dal, çat kish nevojë, këtu jam. Okej. Hall, pse e kanë marrë dje gjyshin policia? Me siguri na nga të rrezë shpirë, se s'kam pas pse me marë. Po pse s'ka ardha I mbram, pse e kanë ardhë policia? Po me siguri u dasht me verifiku diçka dhe për që ata e kanë majtë. Po kush ka me më shumë në shkollë, a gjithë më ka që në shkollë, të si e gjithë këto me më që në shkollë, a edhe më ka bli me hangër. Shpirt, kur do që ki nevoj, unë e qojnë shkollë, edhe gjyshi më sot nesër vjen, okej? Me siguri e kanë marrë që kanë gjujt dje armë në shpe. Kusht ka thonë ty që kanë gjujt me armë në shpe? Ato gratë e kujshive kanë ardhë me najtë e unë në shatë e folë. Po ato gratë s'kan tjetër punë. Ti s'dush mi besu çdo gjë që nina, okej shpirt? Unë sot mas I të lon shkollë, ko me shku te gjyshi edhe po të premtoj që sa ma shpejt ko me kthyn në shpe. Shala si e ka folë se ato gratë e kujshive. Hajtë halë tonë. Haj shpirt. Mësu vëno, shieme. Tonë. Në rregull, koleg. Faleminderit. S'pas ke flejt mirë? Jo, Allah. Zoti Raif, unë s'muj me të zgjidh problemet familjare. Po çështjet e ligjit duhet më marrë me to.
Po, unë kur s'kum vepru kundra ligjit. Edhe unë se kum plagosa djallë. E di. E din? Qysh? Isha dje në spital. Bisedova me Besartin. A më tha që është i sigurt që si e kon të jaj, që e ka plagos. Po çdo krim, çdo vepër duhet me çu deri në fund. Qysh është Besarti? A ish mirë? Mirë, i lodhën, po kështu gjallë është. Mirë që më tregoj që është i sigurt që si e kon ti. Po, kush e ka plagos, ose nuk me të vërtet se ka po, ose nuk është të dasht me tregu. Po si do që t'jetë, kje rast s'ka me mejtë po zvartë. Do më thonë, une jam i lirë më shku shpe, a? Po, e që kena një problem. Armën, me cilën e ke kërcnu Besartin. Ku është? Unë ju të regova që aja e plastikës, bro, armë e plastikës. Zotë Raif, ne kemi pastis shtëpinë. Nuk kena gjetë as një armë. As të plastikës. Nuk e di as ku e kum gju, se e kum gju dikun veç me hek prej shpije, po nuk e di ku e kum gju. Thjesht veç me largu prej shpije. Po e zëmë se po të besoj. Veç s'kisha pas qef, edhe një herë me të pa në këtë karike për balë meje. Jo, kur mo, kur. Nuk e di as qysh ndodhe qke, po e kam edhe një lutje. Urnë. Biseda që e banëm, a ka mundësi me s'me dalë për këtyne mure? S'paku, te e sot mirët vesh, që po bëhat, qysh po bëhat, se as vetë s'pe di, qysh kam ja lidhë krytë soj puna, qysh për vje fundi. Zotë Raif, po foli diçka për i përvojës time personale. E vërteta, herë do kur do del në shesh. Është ma mirë me dalë në kohën e vetë, se kur del vonë dhe më shumë. Unë të roj shëndet, kujdesu për vetëm dhe për familjen. Kolegë! Hajde, baba. Hajde se po na shkel diçka. A të kanë trajtu mirë, babë? Qka u bo, pse të kanë arrestu? U pështjel pak puna, diçka, dikush ka pështjel ato. Ka rajt dikush diçka. Se më lipshin armë, ku e ki armën. Preja ditë që ka gju atje të na dikush, tani theshin ti e di kush ka gju, kalzë, pëse s'pa kalzë kush ka gju. E që si sene. Po ti, a i tregove që ti s'ki revole? Po bre qika jam, po i tregova, po pa u konfirmu theshin rasti, nuk mujna me të lëshu. Pa konfirmu dhe me ditë që s'kam revole. Bab, më ramë policia ishin konë shpe dhe kishin kontrolu krejt shpinë. Që këshin thonë? Jo se di se unë nuk shkova, kur më thiri nana unë njerë dha drejt këtu, po as këta nuk më leshin me himet po. Bab. A je mirë, a ke hangër buk? A po tani shkojmë hajmë buk, dikon tani shkojmë shpe? A diçka po, se më karosh i qeri diçka. Po, Medina, kush ka qunë shkollë? A ka qunë a i kunë shkollë? Po, unë e kom qunë shkollë, edhe u mërzit të ke pësh gjyshi, pëse s'po vjen gjyshi me më qunë shkollë.
Po, mos të po me rak, ajo është shumë mirë, unë e qova në shkollë dhe krejt në rregull është. Edhe unë, ta natën s'kum flet, me te aja i kum pas. Thesha, me kanë ka me shku në shkolla, kushe qenë në shkolla. Bile njëherë, deshta mi vetë, policin thash, apo më lirani me vish, ta qoj mesën dhe në shkolla dhe këthejna prap atë në burg. Hajde, bab, se tash ki me shku në shpe, edhe tash shkoj me marmi prej shkollës bashk, edhe gjithë keni mu konë bashk, s'keni mundas një herë. Nejse, pak po m'vjeni nati se mu qështu se m'ke qu në shkollë dhe me marrë gjithë. E qika jam atëherë ako që tërkohë, ta shumë anërishe. E di. Apo shkojmë? Hajde. Hajde, po. Ho! Gjysh! O Gjosh, a e dim për shumë i mërzit? E di qika jam. Po, më thanin, se tash jam bashkë me që Juslave atë kurmo. O Gjosh, e pësa t'ka marrë policia? Me qësh kanë menu që dikush tjetër, adin kanë menu që një punë tjetër, po janë gatru pak. Së më rëndësi gjëq, kërësurja, tash jena bashkë edhe. Bab, unë përshkoj në Prishtinë, se asë në punë si më kone më duhet me shku, edhe kam një shoqe së më duhet me shku me pa. Po, rëbe qika jem rre, edhe kishum hangër darë bashkë, kishum lejte. Bab, me rëndësi ti e këthy në shpe, e darë këhojmë na bashkë tjetër herë, okej? Edhe mos haro, bujari se din ku je konë. Mirë pas ki po. Ani qika jem, ani. Shimë. Kom shpe. Tung. Kujdes rrugës. Qika jem. Oso, më zhidjyshe për t'ju. Po shkojna. Ama qonden qika gjyshe sa. Qika gjyshe të. Hajde qika jem. A këna me blinaj sa market? A kena me blinaj sa në market? Po qështë pas, ka bli, hala do në heqë kur gjojnë? Po, këm haru mi thonë, edhe mërë t'kesh. Qika, jam ka harru mi thonë, po, gjyshit blinë market, gjyshit blinë ty. Gjysh, ngam, hajde kena me lu një loj, edhe që fitan ti, ka me t'li gjithë shka në market. Që fitan jone, ka me t'li gjithë shka në market. 3. Pullet e gërshon. Njejt. Pullet e gërshon. Gullet e gërshon. Mone. Gullet e gërshon. Gullet e gërshon. Edhe herë. Gullet e gërshon. A i vetë Fitova! Hajde qika gjusht, hajde. Market kena me shku, keme ble qka ta do zemra ty. O bo? Okej. Speqel, me siguri ka flajt. Bes, më falë që s'kom mujt me t'u lajmru, po i kom pas do të lashe në familje. Ta shumë t'u këty prej katunit edhe po vi për të shoh. Mos shkona i konti. Edhe mos ma ngocbonin shumë. Hajde, shihemi. Besar që shjetë, që po njesh? Mami, A mëj me të kontrolu pak? po.
Shumë a mirë e ki gjendjen. Apo? A së të ndosana? Jo, mërë, po një nga ma mirë. E ti për Gjermanisë keva, po? Pse ku pëtin? E di kur t'kena na pranu në spital për që ato. E pse e këthy në Kosova, na e doshur të ka thy manje na qka? Kom ardhë për me lypë familjen tem. Qysh familjen? është një histori këgja e komplikume, do të me najtë një muj në spital për me e marrë vesh. Ata bëj pak masosh se është ma mirë për me qarkullu gjoko. A i ma mirë? Ku metëm se na ku kena sa dojna se unë punjëm edhe ti s'ki ka shkën? Unë realisht ju më këthy që është tash për me ditë kush është familja jam edhe për vetë faktin që jëm linë në Gjermanisë, s'di kur gjo për ta. E tash, a nuk i ki gjejta? Unë ju më rritë pa babën, veç me nanën. Edhe nuk i kom njoft. Realisht as s'po i një familjen e babës, as nanës, dajt e këta që janë. Vish E pak. pse, na lunin himoj. A i mirë? Vish edhe pak. E pse si ke njoft? Se jë nda në luft. Baba e pas ka vazhdu jetën e vetë. Edhe unë ju më rritë mos ditë kur gjo për ta. Deri sa më dekë nona dhe mura vesh diqka. Dhe që ku jam. Po mjen kaq, në gushlime. E babën a e ke gjetë? E gjeta, po jo gjallë. Kish vdek edhe ai. E tash? E tash, të ishta me gjetë familjen e ti. Po s'm kanë pranu. Bile dhe më kanë përzonë për shpisë. A, për sa do të kanë plagusa? Jo, nuk ka të bëj për ata, po kon këtje të rast. Ka orë dikush shpejt, i kom dalë para dikuj tjetër. Të dash me mbrojt, i kanë, nejse, dhe së më kujtohet mirë. Jetën interesante pas ke, si film. Po thua, mu bonaj që si filmi, a kështë ardhë me lujt në ta, najsen? Po normal. E tash, që po bërëm këtu në Kosovë? Po silna, po i lypi dajt. Nështë ta i gjenë, kanë të dika që jem ka peja. Okej, pra, unë kum kryer ndrimin e punës. Pastaj vazhdon kolegja. Faleminderit. Këtu, mos jam aty se nështë ta. E lorë, ja. Hajde do. Don?
Jo, Don, jo. Qa po më re? A më bënë në sytë mua, ajo motra ish lishu pak si shumë. Po normal, ti ja ke dhanë mundësinë, edhe kur ja jep mundësinë, aja mundet edhe për mi shtrat me hypë. Don, zemra më erdhë më kontrolu, tha që gjendjen e ki shumë ma mirë, ma boni pak masazh dorën, ma moti tensionin kur qdo të keqe nuk ko. Apo më një manë vish pak mund? Jo, se ndështë vjen tash ajo të një manë. Që si kontrolla me masazh, apo do në mi vazhdu? Dona, më me ditë ku është problemi edhe qka ki apo ullësh nga Unë po të tirin telefon, edhe ta shpeshop se ko ke nëzone edhe s'po përgjigjesh bes. A, dhe me thonë telefon, edhe unë të kumë thirë në telefon edhe s'mu ke lajmru. Qka me bota shune? Unë jam shtrit qfar gjendje dhe po vjen donë... Ha, po në që gjendje që jeti, unë jëm kone edhe ma keq bes, se unë të flej në spital, të u bo merak për ty, të pas probleme në familje, të u gut me mërimës me të lamë vetë ty, e ti këto masazha e ledhatime me infermiera, apo do këtë në regull ty shikja? Do me thonë, të mirat i bën me mi përmen me një moment... Jo, si bëj. Po, mire ki, se për një men nuk i fajte. Don, a mund është mu qëtësu, zemra em ke keq kuptu, kush gjo nuk ndodhi? Jo, nuk keq kuptova në kur gjoni, po ashtë krycanet me syte me, po do sane kur nisin shpejt bes, edhe shpejt mënën me përfundu. A mund është mu qëtësu se e shumë nervas, të lutna? Nuk kam nevoj mu qëtësu, veç po të lutna unë ty tash, mësëm tërë mo edhe mësëm pengo kur mo. Don, qka i ka thu më rëqush, mësëm tërë, hej, Don, vish pa! Oh, Don! 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 Don, Dora.